Ne të gjithë padyshim ndajmë që sektori i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Shqipëri është një nga sektorët më dinamik, që tregon që ka vibracion në ekonominë e vendit, por gjithashtu që jep dhe një kontribut shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik, sidomos në rritjen e GDP-s, dhe vlerësohet që në Shqipëri ky sektor të japi një kontribut që shkon rreth 80% në formimin e GDP-s, ose të vlerësuar më mirë, dhe të punësoj rreth 40% të gjithë punësorëve që janë në tregun e punës në Shqipëri. Këtë deklarat, Ministra e Ekonomisë Milva Ekonomi e ka bërë në raportin e prezantuar të Organizatës për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillim. Ekonomi u shpreh se ky raport e rendit Shqipërinë në një nivel të mesëm dhe se vendi ynë ka bërë progres në 3 dimensione. Shqipëria ka bërë progres për sa i takon 3 dimensioneve, është në pararojë të 3 dimensioneve, siç është dimensioni 3, kuadri regulator i SME-ve, dimensioni 4, mjedisi operacional, dhe dimensioni 5B, që është prokurimi publik. Por gjithashtu, Shqipërisë ngelen edhe disa sfida për të bërë, siç është dimensioni i parë, gratë në sipërmarrje dhe edukimin mbi sipërmarrje, dimensioni 8, inovacioni, dhe dimensioni 9, që dhe ne e thrasim shumë shpesh në gjuhën angleze, greening SME, ose gjithëbërimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ministria u shpreh se qeveria ka një strategji për periudhën 2014-2020 dhe se Shqipëria renditet në një pozicion të mirë sa i takon regjistrimit të biznesit dhe pagesës së taksave.